6 maj shënon ditën e luleve në Shkodër. Duar të vogla mbjellin lule ishte aktiviteti I cili u zhvillua në qendër të qytetit në kuadër të kësaj feste. Fëmijët u njohen me të gjithë proceset e mbjedhjes së luleve dhe mirëmbajtjes së tyre. Ndërkohë Stella Mardusha, drejtore e planifikimit strategjik në Bashkinë Shkodër, tregon qëllimin e këtij aktiviteti. Në kuadrin e ditës së luleve nuk ishte si të mungonte dhe aktiviteti dedikuar fëmijëve. Mbjellim lule bashkë me durët e vogla të fëmijëve. Një ditë e bukur kjo edhe për me ndërgjegjësu prind, por njëkohësisht edhe fëmijë sa rëndësishme është kujdesi ndaj lules, sepse I referohet pastaj dhe lidhet edhe me ambientin përreth. Kështu që fëmijë sa më të ndërgjegjësuar, aktivitete të tilla në natyrë sa më të bukura sjellin edhe një mesazh në fund shumë të bukur edhe në kuadrin e ditës së luleve siç është sot. Ndërkohë, nxënës të cilët morën pjesë në aktivitetin ku kënduan fëmijët e qendrës kulturore, tregojnë emocionet e tyre. Kena me këqy, kena me knu, kena me botë të na gjonat. Të pëlqen festa e luleve ty? Po, shumë. Është hera e parë që e feston në Shkodër apo edhe herë të tjera? Kam festu edhe herë të tjera. Çfarë të pëlqen më shumë? Kur kena me najt me shokë me knu e me këqy. Kena përgatit veshje ndryshme që I kena bo vetë me mësuesit, me drejtoreshën. Në kanë një mutë të mësuesit e krejt shkollës. Klasa jonë, klasa 5, I ka bo për të tonë 9 vjeçarën dhe fillorën. Për një javë në qendër të qytetit të Shkodrës u zhvilluan disa aktivitete që kulmuan këtë të martë në ditën e luleve.